Përgatitjet për lojrat mesdhetare Prishtina 2030 po përballen me vonesa serioze për shkak të mungesës së institucioneve shtetërore dhe bllokimit të ligjit për lojrat mesdhetare në gjykatën kushtetuese. Zyrtar përgjegjës për organizimin e kësaj ngjarje multisportive paralajmërojnë se çdo ditë vonesë po rrezikon realizimin e këtij projekti madhor, i cili konsiderohet si ngjarje me rëndësi strategjike për shtetin dhe imazhin ndërkombëtar të Kosovës. Mungesa e krijimit të institucioneve të nivelit qendror normal që bën e pamundson zhvillimin e shpejt, i cili ishte dashur tash me kon në zhvillime si për stadione, për hapësina të ndryshme, për arena e tjera për lojrat mesdhetare, pra çdo vonesë krijon probleme në vitin 2030, sepse ne faktikisht sot në vitin 2025 ishte dashur që vetëm ta kemi një logjistik, një transparencë, një ashtu masterplan të qartë rreth menaxhimit të lojrave mesdhetare të vitit 2030, e ja që për mungesë, po them, të krijimit të institucioneve kemi një ashtu humbje kohe, e cila padyshim që shkakton dëm. Nga Ministria e Sportit thonë se dërgimi i ligjit për lojrat mesdhetare në gjykatën kushtetuese e ka ndalur ritmin e punëve që kjo ministri ka pasur në plan të kryer gjatë këtij viti dhe viteve të ardhshme. Lojrat mesdhetare nuk janë thjesht ngjarje sportive, po mendoj që janë më shumë se kaq, janë projekt shtetëror. Po mendoj ndoshta dërgimi i ligjit për lojrat mesdhetare në gjykatën kushtetuese, mendoj që në vitin 2024 mendoj që e ka ndalë pak atë ritmin e punëve të cilat Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport i ka parapo pikërisht, i ka buxhetu dhe i ka në planin e veprimit dhe planin e punës për këtë vit, vitin 2025 dhe viteve 2026 dhe viteve kështu me radhë. Mendoj që dhe shpresoj që institucionet të sa më shpejt përfundoj kjo çështja e formimit të qeverisë dhe të vazhdohet tutje, dhe gjithashtu shpresoj që gjykata kushtetuese sa më shpejt të ketë prioritet përgjigjen ndaj ligjit për lojra mesdhetare. E nga Komiteti Olimpik i Kosovës ngren alarmin, duke thënë se ngërçi në kuvend po rrezikon tejmase organizimin e këtyre lojrave. Ne po të kishim institucione dhe edhe ashtu po të mos shkonte ky ligj në kushtetuese, do të ishim vonë sa i përket organizimit dhe çdo ditë që kalon në disfavor tonin. Mirë po ky ngërç që ka kapluar konstituimin e kuvendit dhe rrjedhimisht edhe qeverinë e Republikës së Kosovës, vetëm sa i bën dëm organizimit të këtyre lojrave. Po të kishim infrastrukturën e gatshme, siç e kanë edhe shtete tjera, do të ishim krejt në rregull, sepse do të mund të organizonim ndoshta edhe për 2 vite. Mirë po siç e dini, lojrat mesdhetare mbahen në 2030 dhe ne infrastrukturën do ta kemi të gatshme në vitin 2029. Sipas Kokut, gjykata kushtetuese ka thënë se rasti i lojrave mesdhetare, por edhe i të gjitha ligjeve të tjera të cilat kanë shkuar si pako, dhe se do të japin përgjigje në një afat të arsyeshëm. Ne kemi shkruar letër gjykatës kushtetuese që për shkak të presionit që kemi nga Komiteti Ndërkombëtar i lojrave mesdhetare dhe kohës së shkurtër të organizimit të kësaj ngjarje, kemi kërkuar nga gjykata kushtetuese që të paktën të jep një përgjigje sa më parë dhe ta trajtoj këtë çështje me prioritet për shkak të interesit shtetëror. Ne veç kemi marrë një përgjigje nga gjykata kushtetuese dhe ata thonë se rasti i lojrave mesdhetare, por edhe gjitha atyre ligjeve tjera të cilat kanë shkuar si pako, janë ende në fazën shqyrtuese dhe në një afat sa më të arsyeshëm ata do të japin një përgjigje qoftë ajo negative apo pozitive. Për të fituar të drejtën e organizimit të lojrave mesdhetare, Kosova është zotuar për ndërtimin e stadiumit kombëtar, kompleksin e pishinave olimpike në Prishtinë, fshatin olimpik, palestra e fusha të ndryshme sportive. Para Komitetit Ndërkombëtar të Lojrave Mesdhetare, qeveria e Kosovës ishte zotuar për 250 milion euro investime në infrastrukturë sportive.